U rikthyem sërish në studio për të vazhduar edhe më tej, gjithmonë në pjesën e dytë të emisionit ne kemi të ftuarit tan ku ne mundohemi të trajtojmë tema të ndryshme dhe për të sjellë risitë më të reja nga vendi dhe qytetet e vendit ton. Libri Verzioni im është një vepër e autorit Florim Zulfiu e fokusuar në botën e muzikës, përjetimet artistike dhe këndvështrimin personal të autorit mbi artin dhe jetën. Përmes këtij libri autori sjell reflektime, kujtime dhe përvoja që lidhen me rrugtimin e tij muzikor dhe krijues. Dhe sot me mua këtu në studio kemi autorin Florim Zulfiu. Mirë se erdhët i nderuar në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Libri juaj Verzioni im, që në titull krijon kurreshtje. Çfarë përfaqëson, mund të na thoni ky verzion dhe pse vendosët ta quani pikërisht kështu? Po vetë titulli Verzioni im ka të bëjë me veten time. Do të thotë është një përmbledhje, një gërshetimit të gjitha atyre këngëve që i kam performuar me orkestrin e shkollës. Kam patur, në shkollën ku kam punu, kam patur orkestrin e shkollës dhe në formacione të ndryshme, që nga fillimi deri tani në pension, kam patur do të thotë lloj-llojshmëri të formacion, varësisht për gjeneratëve që kam patur, do t'i përmendja dhe ndoshta në vazhdim. Dhe do të thotë është një gërshetim i këngëve që kam performuar në gara rajonale dhe ato shtetërore. Janë më shumë se këtu që janë në libër, po unë arrita do të thotë kohën e kisha të caktuar dhe u desh pak të ngutem që ta bëj me rastin e pensionimit tim ta promovoj këtë libër. Pikërisht që ta mbani si kujtim këtë libër në promovim. Edhe pse unë ju thash edhe më herët që nuk ngjani për pensionistë, por sidoqoftë jeta vazhdon dhe ju keni për të lënë shumë duke krijuar vepra të tilla, duke u lënë në kujtim të nxënësve, kolegëve kështu me radhë. Mund të na thoni sa nga jeta juaj personale në këtë libër dhe sa është fryti i imagjinatës artistike? Po vetë do të thotë në libër janë këngët të cilët kam treguar. Këtë do të kuptojnë vetëm kolegët dhe kolegët e mia që janë të përsosur për të lexuar notat dhe orkestri po të kësaj fushë, kësaj lëmie. Dhe do të thotë këtu unë që nga fillimi kur kam filluar këngën e parë që e kam krijuar ka qenë do të thotë jam punësuar në shtator dhe para publikut kam dalë në tetor. Të na mbashin më herët kur jam punësuar në vitin 1987, u mbashin takimet e Karadakut në fshatin Likov dhe për nder të festeve të tetorit, mësuesi im i gjuhës shqipe Ismail Ganiu që e përshëndes se kam pas bashkëpunëtor tani jetën dhe vazhdon bashkëpunimi im me mësuesin tim, edhe pse është në pension, po ne e quajmë edhe poeti Karadakut. Do thotë ai e shkroi një tekst, një poezi dhe mua më pëlqeu shumë dhe kështu që kisha pasionin dhe motivin që t'ia kushtoj heroit ton Baram Shabanit, që shumë shkollë institucione ka këtë emër, dhe dola para publikut, do thotë me korin i shkollës brenda 6 jave. U punësova shtator, unë me 14 tetor dola para publikut me këngën. Kisha thjesht me një kitare, po për publikun ishte shumë. U këndonte edhe për festën, edhe për herojin, edhe ati filloj do të thotë ajo krijimtaria ime e parë. Dhe kështu që po du ta sfidoj rastin se me mësuesin tim Ismail Ganiu nuk ka patur festë kombëtare, apo shtetërore, apo fetare, që nuk kemi krijuar diçka të re. Kemi edhe për Bajramin, edhe për Ramazanin, edhe për... Keni qenë gjithmonë në gatishmëri? Gjithmonë, ai bënte, i shkruante, i krijonte poezit, une muzikën e lifsha me njerë dhe kështu që kam patur sukseset. Pikërisht janë disa këngë, këto original të mia që janë edhe muzika dhe teksti i Ismail Ganiut që kemi patur suksese në gara rajonare dhe shtetërore me orkestrin e shkollës. Me orkestrin. Të flasim pak sa ka elemente autobiografike në këtë libër dhe sa prej tyre janë të lidhura drejt për drejt me rrugtimin tuaj me muzikën. Ju e potencuat pak a shumë që keni? Po, unë e përmenda pra po ngjitëm, do të thotë kjo ka të bëjë do të thotë prej kur kam filluar të punoj, ai i cili e do në artin, do ta shprehë disi. Unë e kam shprehë do të thotë me anë
tingujve muzikor, me anë të formacioneve të mija si solo këngë, si për artistë ndryshëm të estradës së muzikës të këne, në për festivalit të ndryshme me nxënësit. Dhe do të thotë ajo generalja ka qenë që ka marrë pjesë prej vitit parë, në vitin 1987, një tjetër festival u mbajt në muajin majtën, me një fshat Orashec është, ndërkumanovën të shu për Shën Nikola, Sveti Nikola, këto që i thojnë, dhe thot, ati u mbajt festivali folklorik në atë kohë. Ta shtuk mbarë, më kanë hupë krejt tjetha, shumë gjëra janë zhduk, po janë reformu disa tjera, po me teknologjinë, dhe thot, e kam fjarë se ma letë është, atëherë ka qenë dilti drejt për drejt me nxënësit. Që mësë është një nxënës si për një muaj qiftelien edhe dale para publikut, ata e kam bërë unë. Ka qenë shumë ma e dhe kemi zonë vendet e para. Dhe të shkollë fillore e fshatit në gara. Dhe keni të një ndër të pare, dhe kjo është një sukses. Edhe valle, dhe grup valëzus, edhe grup këngëtarës, dhe grupi folklorik i nxënëse me qiftelia, me file, shtë me radhë kitare, harmonike, tjera. Mund të na thoni i nderuar se çfarë a ka pasur ndonjë moment të veçantë vjesor që ju ka frymëzuar më shumë, të themi gjatë shkrimit të këtij libri, sado e vështirë sepse përveç se ka shënime, në këtë libër ka edhe nota. Shumë e vërtetë se për artistin, nëse nuk ke frymëzim, nëse ke pasion, motivi nuk lidhet me këtë. Janë këto dy elemente të para që i përmenda, pastaj motivi. Unë kam këngë që i kam bërë edhe lufte e 2021 kur ishte i prekur edhe me luftën në Kosovë, një këngë e pa ta fillu, emri që shkruhet këto, ku i kam emrin, ka të bëje me ngjarjet në Kosovë dhe këtu të ne, kam kriju këngë, 3 këngë, ja kam kushtu herojit Ismet Jashari në komunën e Likovës, i cili ka dhenë, është hero në Republikën e Kosovës, ja kam kushtu këngën, pastaj me emrin i kam përfshin të martirt, invalidet e luftës dhe të shmorët. Në këtë këngë dhe të kam pas, vetë këngë ka dhembje dhe tregon edhe triumfimin e saj fitoria e liris, dhe me këtë këngë ka morë pjesë në vitin 2011 e përmenda shkollën, para emisionit, Dimitar Vlahov ishte shkolla e parë Shqipe, e vetëmja shkollë Shqipe isha vetëm une, me një klasë që shkollën të shkolla fillore dituria Likov, dhe të thotë dhe zurëm vendin e dytë në gara shtetërore për herë të parë. Unë isha shumë i lumtur edhe unë edhe nxënësit që arritëm dhe të të zëmë vendin e... Për shkolla Shqipe ishte vendi parë, për neve me shkolla tjera në nivel shtetëror ishte vendi i dytë aty, dhe të edhe pse kisha pas morë ma herët pjesë një herë 2002, në vitin 2002, pas luftës, kam morë pjesë, nuk e kam ditë se janë bajtur gara shtetërore në Komano, unë kam morë pjesë drejt për drejt në gara se s'kam pas konkurent. Të në shumë pak. Shkolla i kyqen kësaj punit se ka shumë punë. Duhet me përkushtim, duhet lodhje, duhet durim edhe tolerancë. Vetë lënda e muzikës është kërkon tolerim. Deshtë duhet dëgjosh. Unë si kam pas këtë talenta muzikantët. S'kan qenë këtë fshati muzikanta, po do të me ushtërime, me punë, me përkushtim. Unë kam patur raste në shtëpi, po du të përmendit është bashkëshortën time që ka pas ashtë durim që më ka duru në fillim mua dhe pastaj edhe ata tjerë që ka nërë pas meje, dhe të kam ushtru në shtëpi. Në shtëpi. Pas orës të mësimit i keni marrë nxënësit në shtëpi? I kam marrë nxënësit në shtëpi, se s'kish për kushte të mira në shkollë dhe atë. Ushtrimi kam bërë edhe në shtëpi. I lumt edhe Zojës që ju ka duruar. Faleminderit, po e përshëndes. Atëherë të flasim pak për librin. Sa këngë përgjithësi përmban ky libër dhe sa do të jetë të themi në shërbim të kolegëve tuaj, por edhe të nxënësve? Kënga tash përmbledh vetëm 12 këngë kam arritë ti përmbledhi, se kam patur një problem se kur e vendosa që ti botoj, unë kam menduar se i kam, se kur kam aplikuar në gara rajonale dhe shtetërore, normal se komisionit ja kam dhënë, ja kam dorëzu nga një kopje secilit,
Edhe kështu që një kopje e kam ruajtur për vete në kompjuter. Mirë po, kam arrit me një laptop të lodhur, me viruse dhe shumë i ngarkuar, kam arrit që të anxheri këtë libër me durimin tim, se nuk dojsha me hitës ta reformatoj laptopin, kishte punë, thëshë po humpi, po prishi dishe tjetër shka. Dhe disa këngë i kam patur të gatshme, por disa këngë është dashur të ishën në prefilimit edhe njerë. Ku i keni bërë orkestrimin muzikën gjithaj? Po, ashtu që përmenda dhe kam arrit, dhe thot, faleminderit Zotit, më ispari që më ka dhënë atë guxim, atë forcë dhe vullnet. Dhe qëllimit ja keni arritur? Ja kam arrit, dhe thot janë 12 këngë, por ka këngë që kanë mbetur. Unë e planifikoj që në tetor ta ribotoj me një tirash më të madh, që do ta ketë secili pedagog i muzikës, mësimdhënës në një shkollë fillor dhe shkolla në bibliotekën e shkollës, do t'u asiguroj, do thot nga një libër e ka falas prej meje, nëse po, unë mendoj se nuk do të kem problem në Ministrinë e Kulturës që ata të mbështesin dhe ta ribotoj këtë libër. Aty do të ketë edhe këngë tjera që më kanë mbetur anësh, tash më kujtohen pasi të shkojë e aeroplani bileta në xhep, do të të kam, po do ta kri. Unë besoj se kam kota. Me këtë kam përmendë edhe në promovim, me këtë libër tash fillon ajo krimitaria ime që ta shkruaj. Ato që e kam punu do të shkruaj dhe do të vazhdoj. Sa e vështirë ishte të shëndroni për jetimet personale një vepër, të themi, që do e kenë duar kolegët e juaj, por edhe nxënësit? Se cila këngë e ka atë kujtimin e vetë, kemi pasur momente shumë të mira. Vitin e kaluar du të përmendi në Filharmoninë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, patëm rastin e vetja shkollë prapë. Vitin e kaluar sa qenë asë një shkollë tjetër të marrë pjesë të garës shtetrore. Isha vetëm unë me nxënësit e mi dhe erdhëm faleminderit, e falemderoj kolektivin e shkollës, drejtorit, kolegët dhe kolegët që ishin me mua dhe të që më kanë përkra dhe më kanë bështetur, ka qenë një përjetim, besoj se nxënësit vetëm kur të mbillin syt për gjithmonë do të harroj se ka qenë diçka e paharrueshme, edhe për mua, edhe për nxënësit. Kaluam shumë mirë, edhe rrëshqitëm me një vend, ne e mbulum se i kam patur nxënësit shumë të përgatitur, edhe kur rrëshqitshmi dikun, e rregullojshim sendin, pra po ktheshmi në binarët se treni si do prej binarëve vështire, po ne u ktheshim. Ka qenë mirë, po një i komisionit e kuptoj edhe di këtë kishtë të njatë. Se kolegët tjerë komisionit kanë qenë për me na vlerësu ma lartë, që si shpje dhe vetë për shkollë. Mirë po, ka thëmë, ka burë dikun. A ishte bashkë për orkestrimin. E ka kuptuar. E ka kuptuar, po ka thënë nani, s'ka problem, vendën e parë prape kanë, po me pika më ullët, jo maksimale. Jo maksimale. Me një fjallë, do të si që le këngë e ka atë përjetimin e saj. Po kërkoj ndjesë, po të ndërprej në Kavadar, kër kemi lujtë më vitin 2016, 2017 viti shkollor, këngën Frimur Loni Mistuj e kam bë unë, kënga e Skënderbeut, e kam bërë orkestrimin unë dhe ati dolem shumë, nxënësit kanë luajtur, e kam edhe në YouTube, linkun, do të kemi kaluar aq bukur, sa nxënësit kanë luajtur më mirë në gara, se sa në ushtrime kur luajnë. Dhe pastaj shfrytzuam rasti, kur dilshim jashtë, mbaronin prit një rezultatin, dhe para komunës, objektit të komunës në sheshin e Kavadarit, e kemi luajtur dhe kalimtarët e rastit që kanë kaluar, janë darë. Kanë dëgjuar se çka po ndodh kjo. Daulli të poni ushtonte kënga vetëm që shpinë shqiptarate. Dhe më thënë kur mbarum si për qefin tonë, kur ti dëgjojmë të Duart Rokitjet, në përshëndetën kalimtarët se do të kanë pëlqi muzikën. Edhe njerë këto në Pestaloci, në shkollën Pestaloci në vitin 2019, Bareshën. Njëtën këngë e kam, do të kam bë 3 herë orkestrim, kjo është e fundit këtu që e kam, 25 faqe që e ka, dhe në vitin 2019 kemi luajtur në gara shtetërore në shkollën fillore komunale Pestaloci, ati kam dëgju zëra, kur e kam baru këngën, zëra që kanë qenë kolegë, prind, e kështu me radhë,
duke na bërtitur me fjallën bravo, bravo, bravo. Edhe kemi thënë aty vendin e parë, bile. Një nxënës se imi tash në fakultet, studimit të regon të mësus, kam nejtë në majet gishteve, po t'isha orëzu dhe t'a kisha prish dhe performancën e këngës tonë. Një ka qenë me sint, dhe tjetër ka qenë me Tupase. Kënga Baresha ka, të është, unë tash në promovim. Një këngë e njohur. Po e njohur, muzikën e ka bërë Regje Mulliqi, kurse ka interpretuar bashkëshortja ati këngëtarja shumë e njohur Nizmije Pagarusha, që e kam pas, do të gjithmonë pasion, dhe do të ka katër, si me thëmë, 4 akte ose 4 pjesë, dhe a nxënësi shkoj me Tupan që ishte me bicikletë, pati një aksident, kërejt i gjakosur, i varrosur, dhe në fund, para se marrë në gara, a kur për shumë po vjerë, pri spitali ka dalë, thamë sësë, tha une, Jam i gatshëm, edhe ashtu. Jo, tha unë ka marrë, se pa musë në zini vendër e parë. Se a i dinte ta luje Tupanin, Daullin dhe kështu që edhe ati triumfon. E ka pas një rol të themi të rëndësishëm ati në performanca. Nderuar, muzika dhe letërsia janë 2 forma arti të ndryshme. Si është raporti juaj të themi me këto 2 botë krijuese? Po janë të lidhur angusht. Njëra me tjetrën. Poeti që e bën tekstin e ndë një tekst, muzikantit e ka pa tjetër motivin duhet ta marrë dikun. Mune, po du ta përmendje dhe tash shumë njerëz gjatë jetës kam patur në një studio kur i përgatitesha një këngë për di fëmijë dhe një hafiz nxënësi im tash vepron punon në Vells të Austrisë, qëlloj Indjeri Agromberisha. Unë e njëfësha Agromberishën, se a ishte maj më shumë se une, edhe isha të studio e Rolpesh, edhe i po më pi dëgjona të fëmit, ishte kënga e tekstit të mësuesit tim, Ismail Ganiut, një ilahi, po edhe këngë. Kosovë bie Ballkanit ishte, kishte të bëje pas luftës. Dhe po më pi, tha, po du të di, një pyetje thethjesht, edhe ka marrë, ka këndu edhe Agromberisha, e kam një gjerimi ka vetëm ki televizioni Hana e Kubanovës, e ka atë këngë kam dëgju, e ka këndu në atë mënyrën e ative, po melodia është e njëjtë. Dhe tha, po më intereson se si, thash unë e lexoj tekstin, thash ati lidhe, po ka raste që vetëm e kam një, do të thotë në kokën time një motiv, në i themi light motiv, në motivi kryesori i ajo që të inspiror dhe që e ke pasionin për me bërë diçka, edhe ashtë i bëjë, që kjo po më intereson, se dikush mund të kopjoje prej dikuj të bëje diçka, ta shumë në kopjive nuk bëjë, këto janë originale krejtë mijet. Krejtë juaj. Nderuar, mund të nga thoni se a ka pasur momente kur keni thënë ndalë, nuk mund të bëj, nuk mund të shuaj këtë libër, do ndaloj. Që jo, ka patur. Për libri jo, se i premtova vetës, se do të bëj, do të kri. U lutë që gjdo mbrëmje që këtë që e kam planifikuar të realizoj. Edhe me të vërtet e realizova, i falemderoj shumë kolegët e mija, po edhe kolegët e mi të korit komunar Zjadin Ismaili që i kam patur shokët a forsi Gjëzajr Elezi në rritin fetau të estradës e muzikës, Burim Ramadani dhe unë aty isha dhe nxënësin tim që në ka shoqëruar atë ditë, drejt për drejt, Fatlu Maliu, që është shumë gjallosh i suksesshëm, është nxënësi im, është shkolla ime, po ai kuptohet se Qiraku bëhet gjithmonë më i mirë se mjeshtri, se e ka zanatën e mjeshtrit dhe zanatën e vet, nëse djali është shumë i suksesshëm, punon shtëpinë e kulturës të Kumanov, ka suksese, e falemderoj shumë se më ka ndihmuar në promovimin e librit atë ditë. Kështu që të shfrytëzoj rastin të ashtu ta përshëndes, po du një përshëndetje të baj të nxënësit e mi. Më vjen shumë keq se ata kur më shohin tash. Ai e kthi po thonë, kur po shohin, kur po kthehen ndonjëherë në shkollë. Mos e kthi, mos i kira pishman, nuk është pishmoni te unë, po është pishmoni te ligji, te ligji ashtu. Kam arritur moshën dhe dalë me moshën në penzion.
Po si do që t'jetë, ju keni lënë një kujtim, një libër që do të vazhdoni të shkruani libër, ku nxënësit, kolegët e juaj do e kenë një libër tuaj në shkollën e tyre, por edhe në shkolla tjera, ku libri do t'jetë në prezencë me këngët e juaja të orkestruara. Besoj se ashtu do t'jetë, po du të përmendja edhe një rast tjetër, unë kolegët dhe kolegët e mi, ju kam ndihmu gjithmonë ata të cilët kanë kërku këshilla dhe ndim. Tash i kam këtë vit, mora vesh, kuptova dhe mu lajmëruan se 3 shkolla kanë arritur të shkojnë në gara shtetërore dhe kanë zënë vendet e mira, vendet e para. I kolegës po du të përmende emrin të shkollën këto, po gjithmonë ka kërku këshill dhe ndim dhe ja ka dalë. Ja ka dalë. Dhe thot me ndimën time, unë mendoj të parve këtine do t'u hap nga një libër i kam rezervuar, do ta kenë nga një libër kur takohem, dhe kurse në tetor, dhe kam një, kur dali në mbështetje në Ministrisë së Kulturës, do të kemë, do të ndaj kohën vetë, do t'i dërgojnë në për komuna, pastaj komuna i nda në për shkolla, një libër për shkolla, një libër për mësimdhënësin, nuk i dihet, ndoshta ju pëlqen. Këto librat janë vetëm për shkollat fillore apo edhe për të mesme? Mundet si cili çka i din notat muzikore, edhe kinezi edhe japani edhe brazili, nëse i lexoj notat, ata do ta kenë rastin që ta mësojnë ose ta performojnë në atë mënyrën e tyre. Që po ndëgjojmë çdo ditë tash teknologjia ka pru po shohim vetën këngë shqipe që në tërë botën dikush i pëlqen, i këndon, i performon, i adhuronim shumë radhë. Nderuar, a mendoni se arti sot po humb autenticitetin dhe a është ky libër një mënyrë për ta ruajtur versionin tuaj të themi origjinal? Libri ka të bëjë me vetë fjala verzioni im, ashtu e kam thënë se dikush mund të jetë edhe gjithmonë ka më të mirë. Dikush mund të mendojë se kjo ka mund bëhet më ndryshe. Bëhet ndryshe në atë mënyrën e ai si mendon. Në atë versionin e tij. Unë kam menduar se do të thotë me këtë version, për ata kam thënë versionin im se me këtë version unë kam arritur të në garat rajonale dhe shtetërore, do të thotë orkestrimin që kam bërë, kam arritur vendet e para. Bile në vitin 2023 në Vallandov, po ju tregoj tash fjalën peqet në komisioni, në fillim nuk po na përmend emrin, po thot për shkolla dhe kolegu jonë që e ka këtë orkestër orf të përzier, është i larmishëm, shumë i larmishëm, ka shumë instrumente, ka grupe të instrumenteve që ju takon, ai ka arritur do të thotë me një orkestër të tillë prej një vendi rural, fshatit, do të thotë të arrije deri këtu në finale në gara shtetërore, vetëm filluan reagimet që ishim me kolegët dhe nxënësit. Ne jemi. Unë nuk përmet ka emën ende. Edhe ajo pastaj kryetaria e komisionit tha, e përshëndeti kolegun tim Florim Zulfiu, se kemi qenë për seminaret. Jo se lidhje kemi pas miqësore. Armiqësore kemi patë, por në punën tonë keni qenë korrekt. Po korrekt, dhe do të thotë vlerësimi të muzikantëve nuk ka hile. Mund të kemi ndonjë rreth gusht. Ta lëshojmë dikant, të kaloje kufirin pa pasaport, ama dikun ma gjerë kur është për me i në Evropë, jo s'po lalon, ashtu si duhet, dhe kështu të thotë ka ma gjerim e ruaj, të thotë gjerimet i ruaj, videot i ruaj, fotografit i ruaj, dhe kështu që unë kam patër edhe diçka të shtoj këto për fotografi dhe gjeneratat, mirë po shtëpia botuse për hirë timin, se tha kushton fotografia, kushton, do të bëhet libri 3 fish më i shtrejtë. E kështu që zi e bartha, paske muzika tha e ka simbol zi e bartha, thash u kri, thash më dhave një ide që unë do të bëj zi e bartha, dhe pastaj dizajnerët i thash që kështu këtë të bëj, që ka kopertinën që e ka në faqen e parë në versioni im, dhe të një qelës muzikor me disa nota muzikore, pentagrame, dhe mbrapa është prapa i qelësi dhe një biografi e shkurtër se për shkam ka shti të bëhe muzikant dhe kush kanë qenë personat të cilët ju kanë i kanë përmend në promovim të ashtë mos të humbi ku... Si ka qenë reagimi i kolegëve për librin? Për presk
reagimin e pres mbrapa, se atë ditë ishte mësuesi im i parë i muzikës, Gashir Gjepi, që ka punuar në shkollën fillore 25 maj në Sambek. Ishte drejtori i festivalit Ilberi, është redaktor dhe recenzor i librit tim, Adem Imeri, drejtori i Ilberit, festivalit kombëtar, mbar kombëtar, ishin do të thotë dhe mysafirë tjerë dhe kolegët e mi të komunës së Likovës dhe Kubanovës, ata e kanë vlerësuar në shkallë të lartë, por vazhdoj të kem, do të thotë kam urime dhe për urime prej kolegëve dhe kolegëve në grupin tonë që e kemi shoqata pedagogëve të muzikës, ku e kemi patur një grup, atë kemi pas kontakte dhe kërkesat, këshillat, dëshirat, problemet, e kështu që i kemi shpalosur atë. Kam, do të thotë, kritika pozitive. Ajo pozitive, do të thotë, mua ma vërteton, ma volos këtë që e kam bërë, se materiali i librit është shumë cilësor, shtëpia botuese propojnë të Shkupit, lidhje pas lidhjeve, do të thotë. Kam shku dhe do të jam i kënaqur edhe me botimin e librit. Nuk ma kanë dhënë librin derisa nuk e kanë kontrollu brenda, mos ka ikur disha, mos a larguar. Unë e kam bërë në programin e finales original, nuk kam përveç disa këngëve e kam fjalën. Dikun e kam rrit formatin e notave se ashtu është dashur, e çështja ka qenë edhe mos e kam prek prej në PDF formatit, kurse te vepra Baresha, që është më volimoze, po du të përmendje si këngë, se është 1/3 e kësaj libre, të thotë ka ati nuk kam prekur as pak. Është original formati, notat, kështu, kolegu im Adem Imeri ka shiqur vetëm vijen vertikali, se na kemi horizontali është melodia, po vertikali është ajo që është baza, që e mbanat horizontalen. Ai tha, këtë këngë e kam kontrolluar fillim e mbarim dhe nuk kam gjetur askund lëshim. A ka ndonjë këngë apo ndonjë pjesë e librit që të themi që për juve do të thotë më shumë, që jeni të lidhur më emocionalisht me atë këngë, apo që ka peshë për juve personalisht? Unë e përmenda. Baresha është, të thotë, e kam luajtur në 3 versione. Ki ka qenë i fundit versioni original dhe ka qenë versioni i parë original, se kam patur nxënësin që e ka luajtur pjesën me Qifteli. Pjesën e tretë me Qifteli e ka luajtur dhe kemi patur edhe një krijem me atë nxënësin tim, e përshëndes Erçan Ibrahimi, në klasën e 5 ka qenë ai. Përshëndetjen muzikore që kemi bashkë edhe në faqen e parë të librit, unë gjithmonë kur kam hyrë në klasë kam hyrë me nota muzikore, edhe ata më kanë përgjigj nxënësit. Unë kam thënë do re mi fa sol la sol, ata më kanë thënë mirë se erdhe, mësues. Dhe kur kam dalë, kur e kam mbaruar, sol la sol fa mi re do, miru pafshim, përsëri me nxënësit. Ata e kam shkruar dhe disa vite me radhë ka qenë në muret e klasave, ku nxënësit edhe e kanë kënduar, e kanë bajtur mirë, por kur e renovuam shkollën para 4-5 viteve, materialet u hodhën, u gjujtën, nuk kasetën, e kam shenu në faqen e pas përshëndetje muzikore, në kujtim të nxënësit edhe bashkë kemi po. Dhe kënga emri që e përmenda që ka është epike, bile, në vitin 2011 në shkollën Dimita Vlahove kam luajtur dhe kam zonë vendin e parë dhe antari komisionit doli jashtë dhe më përshëndeti si ishte shkolla. Komisioni kishte edhe një shqiptar, tha. Ju ka përgëzuar për punën. Po, më intereson, tha, kjo këngë, kush e ka bërë, tha, shumë e kam bërë. Për nga vjen, tha, Shilikovës. Tha, më pëlqej shumë, tha, po, pas dhimbja atë, thash, dhimbja se ka të bëje me, thash, po, më se përmendet, se që ka të bëje, thash, ka me ngjarjet e vitit 2001, lufta 2001 që ishte, të përmenda, martirët, dëshmorët, herojt, invalidet e luftës. Ku e kam kraun, ku e kam këmbën, e kështu për radhë ka qenë. Kanë kënduar 2 nxënësit e mia, Haxhere Alili, sot, profesoreshe biologjisë në shkollën e mesme Ismet Jashari, dhe Drita Aliu, kushërira ime tash që thonë Zvicra, jo? E kanë kënduar në klasën e 8. Kanë qenë po, dhe ka një album me këto këngë, që i kanë bërë kushtuar vitit 2000, e një me
tekstet, të gjitha tekstet kanë qenë të poetit të Karadakut Ismail Kaniut. Nderuar, çfarë mendoni që i mungon në skenës artistike dhe kulturore në vendin tonë? Shumë për përmendje për shfilgjej rasim të publikist. Arti do investim. Unë e përgëzoj ansamblin shtetëror që është formuar dhe aty dhe të performohet kultura, po mungojnë shumë sende. E këto pa financa nuk ba. Kisha dashur që do të thotë ki mesazh, kjo porosi të shkojë te politikanat, se na morën qafat. Unë jam apartjak, kam qenë edhe jam edhe problemi kyç kryesor ka qenë pengesa ime se s'kam qenë me partit. As komunizëm, edhe këtash të demokraci me këto partit tona, dhe do të thotë nuk jam miri se kanë premtu, s'kanë bërë asgjë. Edhe ende vazhdojnë të mos bojnë, e priti një takim, nan mu i ka, një takim e dikend, s'po du ta përmendim, se nuk duha ashtu. Nan mu nuk ka që të regoj halët, se çka ka në arsim, çka ka në muzik, çka ka që të rëkund, se ku është ajo pengesa, ne i themi rampa, pengesa, që s'po do gjojnë. Ku mund ta eliminojmë, ta largojmë edhe të vazhdojmë. Se ka artista, ka poet, ka kapacitet. Unë e përgëzoj ansamblin shtetëror, ka mendu se dikush më ka ofruar para se më formu, po doli dishe tjetër çka s'ka lidhje. Kolegi kanë patur dhe kanë qenë suksesshëm. Prej fillimit dhe që tash ka jetë me Regjepi Tetovës, kolege kanë pas studimeve dhe kemi do të raportet mira, une më pëlqejnë ato, po Macedonia është e pasur me kulturë, është e pasur, vetë duhet ajo do të investohet dhe ta udhëheqë njerëzit adekuat që e duan kulturën, jo postin, po do të të arti është art, duhet të ke para për darsëm, një njeri i thjesht, kur se ke dëgju në një darsëm e ka dikush këndvështrimin, qaj po vëllëzoj ke mirë, qaj po këndon të mirë, edhe ke, ajo është, te arti është kjo, njerëzit e rasisht që janë bërë, artista, të mëdhej, rasti i ka bërë, jo përpjekja, më shumë rasti se, këtu të ne, inshallah në të ardhën, kemi njerëz që mendojnë edhe për artin, sidomos për artit të se na kemi artista, sidomos Kumanova ka shumë numër të madh të artistëve, ka dhe artista të ri që janë tu duke u popularizuar për shembull. Bardhin e keni ndëgjuar është i komunës Likosi, fshatit Llojan është. Pastaj Shpoti Mustafa, këto Sokolin e përshëndes, Sokol Latifi, është në Filharmoninë e Kosovës, shumë i suksesshëm. Bile, kur shkoj prej TNE, punonte me një shkollë, edhe kishpi takime edhe raportet mira kam me Sokolin. Po shkoj në Kosovë, thashë, largohu për këtu nëse do karierë. Këtu s'ka karierë. Unë kam qenë aj, s'po du tash ta lavdroj vetër, që kam patur pengesa, kam patur pengesa për nxënësve. Performancën finale s'm ka ardhë. Në garë nuk më ka ardhë dhe kam dështu. Se ne në për grupe i kemi nxënësit, apo dhe të rriturit e kanë, do të të artistin që është i miri, i pari. Në balet të thujmë primadona, do të e para, primadona, ajo që është me mira, ajo do të ju dheqë. Dhe kështu që tipet rastin, kam dështu, kam rastet që kam dështu, po nuk jam dërzu. Drejt, nuk jam dërzu. Pas së librit verzioni, çfarë presim? Do të ketë dhe projekte tjera? E përmenda dhe prapë e them para jush dhe para shqyqosve të radio televizionit të Maqedonisë, programit ti, se këtu fillon kriptaria ime. Tash do të kem kohë ma shumë, se une kam qenë pak i thelluar në atë profesionin të mi, nuk kam ditë në shkollë, bile. Tash këtë vetë, unë u bëra gati për gara,
Po drejtori më stopoj, tha, jo, bolë ke punu. Këto diploma, këto mirjoki, këto shka janë krejt, janë dëshmi, prit e pensionin, para ditra mujve ka qenë kjo, prit e pensionin që i takon një njeriu, mos u lodh. Kam pa të nëzans, gjeneratës parë, tash e kam drejtor. Është gjaloshi i poetit, Karadakët, Gazbend Ganiu, që më ka mbështet, më ka përkrasë dhe su më ka pengu. Se ka pas raste që më kanë penguar. Sidomos, drejtorët kanë pas pak gjelozia, pak ajo ignoranca. Kanë pas do të thotë edhe do të thotë pengesa që kanë dash me mdalë, po se mdalë. Nuk je ndalë, nuk jeni dorëzuar. Thonë dikujt, nuk do të thotë se do të thotë të jesh mësues i muzikës, unë vetën e quaj mësues, jo arsimtar, jo profesor, jo anisi jam me magjistër, mu më knasë fjalla mësues, edhe mësues ashtu të gjithë më thrasin, dhe, i kam thënë, mësues i muzikës është ndryshe dhe muzikant është ndryshe. Dikush të knaqë në gitarë, apo në atë instrumentin e vetë, apo vokalin e vetë, i kam nëzës të mi që sot janë këngëtar të mirë, në për darës pa tezë ka bojnë bum, mirë po nuk është i shkolluar. Për të kuptuar këtë libra, ti mi adhën, ta në ditën se kuptuar, po t'jesh mësues i muzikës ka dalim. Ka dalim. Ta mësojsh, sepse ti dimira klarinetit, apo kitarës, apo mandolinës, une kam fillu me mandolin dhe e du mandolinën. Bile kam patur e propozova një foto që e kishe me mandolin, po ajo dizajneri ka pëlqy këtë foto me kitare. Këtë foto me kitare, ju ka ashtu. Dhe në fund cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë ata të rinj të cilën duan të miren me muzikë? Pasi që keni një kohë të gjatë si mësues si muzikës? E kam menduar edhe këtë, se do ta kem këtë pyetje. Unë kolegëve dhe kolegëve të mi ju kisha porositur. Përkushtonu me vullnet dhe përkushtim dhe punoni. Nëse punon, rezultati pa tjetër del. Mos i lartë, pjesëmarrja. Ata thonë në betej herojt, djetë herojt, aje i pari, aje që ka vdek është heroj, po ka morë pjesë në luft, ushtari, edhe aje është hero. Ka morë pjesë marrë, edhe këtu po thëmë. Mësuesi duhet punoj me përkushtim me nxënësit. Se fëmijët kanë shumë talent. Nuk e di masine se sa kanë talent fëmijë. Nëse punoj me fëmijë mund ta themi ta zbulojmë talentin e tyre. Po çep, po du ta përmende një tjetër rast ndoshta për të proj. Në Austri, një fëmijë i Kumanovës, i fshatrave të Kumanovës, Likovës bile, ai ka bo problem në shkollë. Non stop ka bo lëvizje, e ka lajmëruar te psikologja e ka thirrë mësuesën. Thot, gabimi është e ty, jo të nxënësi. Pse? Thot, ki kana super gjeni i muzikës. Edhe tash, a i studion në konservatoriumin e Vienës, familja një kanë morë prej një qytetit tjetër të Austrisë, e kanë qenë në, ku kanë qenë do të Straussët dhe Joseph Haydn e Beethoven e Mozarti që janë shkollu atë, a gjalosh është duke u përgatitur në të ardhmen, do të dëgjojmë sigurisht se kush është. Të shofti në skenën artistik. Gjithmonë janë, i kemi gjitha ndej. Do të ka zbulu psikologja, se ka thëmë nuk është fajt e fëmija, po është problemi të kjo se ju nuk e keni zbulu. Ki ka super talent për muzikë. Edhe komplet i kanë transferu në Vjenë. E këto të na vës t'i këputin komët. Nëse je i zoti, unë s'kam pas për kraje për vesje. Ti s'peksh, nuk di. Nuk di se s'po du ta shfrytëzoj emisionin, po kam patur pengesa, po unë ja kam dalë. Ja keni dalë. Nëse doni punën, profesionin e juaj, gjithkush mund t'ja delë me shumë vullnet. Kja është mesazhi im, si cili nëse punon, nuk mos të ketë frikë se dikur ka me triumfu. Mos njerë, s'ka ku shkon. 3-4. Unë ashtu kam bë, unë suksesi më të madhe kam prej kur, do të shkollën e lartë të muzikës se kam kri në Shkup, në shkollën e lartë pedagogjike Kliment Ohridski, drejtimi edukimi muzikor, fakultetin e Universitetin e Tetovës, shtetërorë të Tetovës, fakultetin e artëve,
dhe kam magjistru këtu në Shkup, Instituti Pedagogjik, Drejtimi Didaktik, prej kur e kam kry fakultetin, do të kam patën me përshëndes kështu me zemër, edhe kur takomi me profesor Selemi Kolonjan, kam shumë Baram Çupin, edhe profesor tjerë, Baramali Idrizi, pastaj Arifik Benxhamailin, edhe pse në fillim kemi po nuk jaroj ditë mira ati shumë. Ditë mira ka pasur dhe kritika, kam pasur, po nuk janë konë për të mirë. Kanë qenë për të mirë. Dhe thotë, une kam prej aty, prej vitit 2007-2008, nuk kam pasur ndalër, vendet e para në rajonale dhe shtetërore. Shpresojmë që t'ju kemi edhe njëherë tjetër në studio me projekte të tjera, me gjëra tjera, me punën e juaj, që nuk ndaleni as njëherë, duke qenë gjithmonë në prezencë për nxënësit, për kolegët tuaj. Unë ju falenderoj edhe njerë për pjesëmarrjen tuaj dhe që ndatë kohë që t'jeni pjesë emisionit tonë në Ritmi i Ditës. Faleminderit për ftesën, ju përshëndes. Këtu fillon me këtë libër do të fillon krimtaria ime. Dhe shpresojmë që të kemi edhe më shumë libra në të ardhmen. Ju falenderit. Me shëndet.